dëgjova se lexova. Akil, vetëm qetë të lutem. beson. Akil, vetëm qetë të lutem se nuk do doja kurse si të mërzisja asnjërin prej jush, as të mërzis asnjërin nga publiku, sepse edhe unë ndjem keq, kam përdorur një shprehje popullore që tingëllon raciste, gjë që nuk kam qenë kurrë dhe nuk do të jem ndonjëherë, vetëm sepse more vrull dhe më duk sikur nuk po tregonim respekt për shikuesit edhe për njëri tjetrin. Mirë bana, që mos ndihesh keq zemra, pi një ekstra latte kofi, sa dalësh në pushim. Se shiko ta themi gjë shpirt bana. Kur e dëgjova, se shmerdi si një thik këtuja. Kjo është një shprehje e përdorur rëndom për shembull nga njerëzit dhe është e shpikur, besoj unë, nga ata njerëz që kanë gjak racizmin. Është një shprehje që sa herë kam dëgjuar në tavolinë për shembull, i kam thënë ç'a mund t'i keni këtë lloj shprehje. Se është raciste, e kupton? Unë e marr si raciste për veten time. Dhe gjithmonë kam pas debate në tavolina kur e kam përdorur këtë lloj pjese. Orë thua e vlla si zorra në prush, e kupton, zorra për pëllijet në prush. Sa herë hedhi atë në shpuza prushi, është druri, ngelet ai druri, ato copa ai qymyri që digjet. Ose mos thuaj fare, e kupton bana, po shumë bukur, reflektove shumë bukur, mbasi u bën gjithë ato story aty në Instagram. Edhe, okej, reflektove, sepse më erdhi çudi, se e di që nuk je raciste dhe s'ka mundësi tash që bana ti shpëtoj kjo lloj fjalë nga goja. E para, e dyta, shumë u përfshi Akili, u mori zjarr Akili, se po debatonte me atë Bajkon, se nuk ja u di emrat dhe unë tash me thënë drejtën, jo se jam po mire ka moza që si mban mend emrat, se edhe unë si mbaj mend se jam 19 veta babam, jam 19 veta. Edhe me atë Bajkon atyja, e pati atë debatin në mënyrë shumë arrogante, kështu nëse kjo është muhabet tjetër të diskutojmë më vonë. Por, mos u përfshiti, motre, pse u mori ai zjarr, pse du të marrësh dhe ti zjarr, motre, pse du të digjesh ti nga zjarri ti. Edhe ja u dogje, e nxorën nga goja atë lloj llafi që s'm pëlqen fare, të dëgjoj në një televizion. Mund ta dëgjoj për shembull jashtë televizionit ku mund ta dëgjoj vetëm unë edhe ai që po ma thot, gjë që edhe atëherë nuk e pranoj, por jo në një audiencë kaq të madhe, janë mbi 400.000 veta në live që po e ndjekin edhe mu blokua edhe mua Instagrami, pse se reagon ti Andrea, se ajo foli shprehu një shprehje popullore që sot është klasifikuar si një shprehje raciste. Prandaj, kështu që më kujdes me këto terma zemra, më kujdes, mos e fusni fare. S'keni punë ju me ngjyrën, me politikën, me fen, me muslimanizmin, me katolikun, me kudiun ortodoks e shumë gjëra tjetër. Mos u merrni fare, më të merrni me ata aty. Merrni me ata aty. Pushka Jevgut, të mori zjarë si Pushka Jevgut.